Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se asnjëherë nuk ka qenë i hidhëruar me Bashkimin Evropian, ani se për 2 vjet e gjysmë i mbajti në fuqi masat ndaj Kosovës. Në fjalën hyrëse në mbledhjen e qeverisë, Kurti ka mirëpritur heqjen e një pjese të tyre dhe tha se masat kanë qenë të padrejta që nga dita e parë e vendosjes. Sepse së pari, institucionet e Republikës Kosovës nuk ishin shkaktare të eskalimit të situatës në 4 komunat në veri të vendit tonë, dhe së dyti, sepse deeskalimi i situatës ishte pikërisht merit e institucioneve të Republikës Kosovës. Kurti ka insistuar se çdo kompromis ndaj sundimit të ligjit do të ishte fatal për Kosovën. Situata e qetë, lëvizja e lirshme dhe funksionimi i institucioneve të shtetit në veriun e Kosovës është pikërisht sepse ka triumfuar sundimi i ligjit dhe rendi publik. Një ditë më parë, presidentja Vjosa Osmani ka bërë të ditur se masat ndaj Kosovës do të hiqen në tërësi në fund të janarit, derisa një pjesë e tyre është hequr gjatë kësaj jave. Edhe autoritetet e BE-s e konfirmuan këtë. Kryeministri në detyrë theksoi se masat më të mëdha financiare Kosova nuk i ka vuajtur nga BE-ja, por nga opozita. Në muajin e kaluar, përkundër insistimit tonë, Kuvendi i Republikës u shpërnda pa u votuar plani i rritjes së Bashkimit Evropian në vlerë prej 880 milion euro dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë mbi 120 milion euro, pra mbi 1 miliard euro gjithsej, në mungesë vullnetit dhe të votës së opozitës. Andaj uroj dhe shpresoj që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit dhe konstituimit të kuvendit, edhe opozita e tanishme t'ja heq masat Kosovës. Në mbledhjen ku kryeministri në detyrë dha këto qëndrime u marrën edhe një numër vendimesh. Kabineti qeveritar mes tjerash vendosi që të financojë ndërtimin e një memoriali për familjen Jashari e epopejën e UÇK-s në Hor të Arbrezhve në Itali, si dhe ndau 1.65 milion euro për studentët që kanë përfituar nga programi i bursës së mobilitetit. Qeveria ka marrë edhe disa vendime për shpërndësime pronash, ka vazhduar mandatin e Komisionit për verifikimin e diplomave të lëshuara nga Universiteti Mitrovicës së Veriut, si dhe ka ndarë 50.000 euro për trajtimin shëndetësor të veprimtarit Hafiz Gagica.